Në një komunikim të gjatë të drejt për drejt me qytetarët përmes rubrikës Sy më sy, kryeministri Edi Rama u ndal tek zhvillimet më të rëndësishme politike dhe institucionale në vend, ndërsa foli dhe për samitin e komunitetit politik evropian. Aktor me besueshmëri të lartë, një aktor të respektuar dhe një protagonist të procesit të reformave në Ballkanin Perëndimor, pra së bashku me Malezi, një antar i ri potencial i Bashkimit Evropian. Është patjetër geopolitika që dikton këtë përshpejtim, BE-ja nuk të fal absolutisht asgjë, në asnjë rrethanë, për asnjë arsye. Me një ton të qetë për të vendosur, ai vlerësoi arritjet e qeverisë së tij në procesin e reformave, veçanërisht atë të drejtësisë, të cilën e cilësoi si gur themelin në ndërtimin e shtetit të së drejtës. Sipas tij, Partia Socialiste ishte forca që e shtyu përpara këtë reformë, e cila po jep rezultatet e para konkrete. Prezencë e përçmuar në tryezat e Europës, statusin kandidatit. E diti kur e ka marrë statusin kandidatit Maqedonia për të hyrë në Europë në 2005. Po Serbia di kur e ka marrë dritën e Shile për të hapur negociatat në 2014. Ne i kemi hapur negociatat vetëm vjet, se na penguan për arsye që i kam shpjeguar 1000. Dhe ja ku jemi sot. Jemi me fjalët e tyre jo të mia, front run, para roja e Një pjesë e rëndësishme e diskutimit u përqendrua dhe tek ndarjet e perceptuara mes Veriut dhe Jugut të vendit. Rama i hodhi poshtë këto ndarje duke theksuar se për herë të parë Veriu ka përfituar investime masive në infrastrukturë dhe projekte strategjike. Turp populli që i beson këtij të smurit, u mua domethënë, andon ferti. Ti thuash turp popullit është kurajo e madhe, se vetëm popullit nuk i thuhet turp. I thon pa pik turpi, njerëzve, ikën 1 milion shqiptarë, ndërkohë që nga censusi i bërë, nga numërimi shtëpi shqiptarëve, janë 2.4 milion sot aktualisht që janë këtu. E nëse kanë ikur 1 milion, nga 1.2, mos gabohen, kishin ikur deri në kohën kur ne kemi marrë detyrën, i bie domethënë që ne jemi shumë më tepër sa që jemi, bie jemi 4.6 milion, që nuk jemi në fakt. Kështu që bëjni mirë llogaritë e para. Dhe e treta, nuk jetojmë më në bunkerin e Enver Hoxhës. Jemi të lirë të ikim e të vim. Por që çdo gjë që kemi thënë, e kemi bërë, po e bëjmë dhe do ta bëjmë, kjo as nuk diskutohet. Në fund të bashkëbisedimit, kryeministri u shpreh se komunikimi drejt për drejt me qytetarët është mënyra më e ndershme për të dëgjuar zërin e tyre dhe për të sqaruar çështjet që shpesh deformohen nga zhurma politike apo spekulimet në media.